në kuadër të paraqitjes së zjarreve në të gjitha qoftë ato në objekte banimi e kështu me radhë, është edhe çështja e paraqitjes së zjarreve në pyje, për çka unë mund t'ju njoftoj sot këtu shkurtimisht fillimisht me disa dhëna statistikore. Për vitin e kaluar, sipërfaqja e përfshirë pyjore nga zjarret ka qenë 2280 hektar, prej kësaj ka qenë 1370 në pyje shtetërore, pra pyje dhe toka pyjore shtetërore, dhe në 883 hektar pyje dhe toka pyjore në pronësi private. Kanë qenë rastet të paraqitura në regionin e Prishtinës 34, në regionin e Mitrovicës 20, në regionin e Pejës 3, në regionin e Prizrenit 24, në regionin e Prizajt 6 dhe në regionin e Gjilanit 32. Dëmet në pyje janë brengë e madhe jo vetëm për ne në agjencinë pyjore, por edhe për gjithë shoqërinë, për arsye se dëmet në pyje nuk paraqesin vetëm dëmin ekonomik të djegjes së pyjeve, por kanë dimension shumë të lartë, që është shkatrimi i florës dhe faunës, rrezikimi i burimeve ujore, pastaj ndikimin në lirimin e dioksidit e karbonit dhe prishja e cilësisë të ajrit e kështu me radhë. Për këtë arsye, dëshiroj që në kuadër të mandatit të Agjencisë Pyjore të Kosovës edhe unë të shfrytëzoj këtë rast dhe prezencën tuaj si media që të bëjmë një apel të gjithë shtetasit e Republikës Kosovës që të jenë maksimalisht vigjilent dhe të kujdesshëm që në këto periudat të temperaturave të larta të jenë të kujdesshëm, jo vetëm në pengimin, por edhe në parandalimin, sidomos në parandalimin e zjarreve pyjore.